Një debat i fortë dhe plot tension ka shpërthyer në ambientin e quajtur shpella mes Selin dhe Mirit, duke nxjerrë në pa krisjet e thella në raportin e tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Ajo që nisi si një diskutim i zakonshëm, shumë shpejt mori tone personale dhe u shndërrua në një përballje të drejtpërdrejtë mes dy banorëve. Selin u shpreh e vendosur, duke deklaruar: "Unë kam thënë që do vi momenti që do ndahem nga Miri." Kjo fjali duket se ishte pika që ndezi reagimin e menjëhershëm të Mirit, i cili e interpretoi këtë si një përpjekje për ta paraqitur ndarjen si vendim të njëanshëm. Ai u drejtua Selinit me tone të ashpra: "Ti po mundohesh të thuash që unë ndahem nga Selin kur dua unë." Ndarjen e bërë në mënyrë të shëmtuar. Në fjalët e tij kishte një përzierje zhgënjimi dhe krenarie të lënduar, ndërsa theksoi se, pavarësisht gjithçkaje, respekti i tij për të mbetet i paprekur. "Respektin tim e ke për ditët e mia, raportin e mirë tonin dhe kafen në myslim shyr do e pim," tha ai, duke lënë të kuptohet se jashtë shtëpisë gjërat mund të shihen ndryshe. Megjithatë, Miri nuk nguroi të akuzonte Selinin për mënyrën se si po e luan lojën. "Unë e kuptoj që ti je i kurdisur për këtë lojën. Brenda këtyre mureve ti je i gatshëm të bësh çdo gjë për këtë lojën, por nuk fitohet kështu," theksoi ai. Sipas tij, fitoria nuk arrihet me strategji të ftohta apo veprime të kalkuluara, por me pak anë njerëzore, me pak fytyrë, karakter dhe personalitet. Nga ana tjetër, Selin qëndroi e palëkundur në qëndrimin e saj. Ajo e hodhi poshtë pretendimin se po bën lojë të qëllimshme, duke deklaruar: "Big Brother po bën ti, jo Selin. Selin po bën si po i vijnë situatat, si ja do zemra dhe instinkti." Me këtë deklarat, ajo la të kuptohet se veprimet e saj janë spontane dhe të udhëhequra nga ndjenjat, jo nga strategjia. Në fund, Miri shtoi se është i gatshëm të vazhdojë diskutimin. "Nëse ke gjë tjetër për të shtuar, jam e gatshme deri nesër në mëngjes për bisedë." Kjo fjali tregoi se, pavarësisht tensionit, dera e komunikimit mbetet e hapur. Debati mes tyre duket se ka shënuar një pikë kthese në raportin Selin-Miri, duke lënë të hapur pyetjen nëse kjo përplasje do t'i ndaj përfundimisht apo do të shërbejë si një moment reflektimi për të dy. Brenda mureve të shtëpisë, ku çdo fjalë peshohet dhe çdo veprim analizohet, mbetet për t'u parë se si do të ndikojë kjo përballje në rrjedhën e lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.